Mirëmbrëma dhe përshëndetje, zonja dhe zotrinj. Ritakojmë përsëri së bashku në të njëjtin vend, në të njëjtin takim. Ne nga studioja e RTS-s Korçës dhe ju nga ekrani i vogël për ta ndikur në emisionin ton Sport. Siç e thënë, çdo të në orën 20:30 së bashku. Do diskutojmë në këtë mbrëmje të sotme pikërisht për atë çka ka ndodhur gjatë kësaj jave. Duket se java është pak interesante dhe kemi më shumë material për të folur për faktin sepse janë mbyllur dy fazat dhe tashmë jemi në fazën e tretë. Fazë që të gjitha ekipet ka filluar të dridhen, ka filluar të ketë emocion. A Skënderbeu, këtë do ta diskutojmë në studio me miqtë tanë që kemi sot në studio. Por jo vetëm për Skënderbeu, ne do të flasim për Pogradecin, do të flasim për voleybollin e femrave dhe të meshkujve, por edhe për kategorinë e dytë. Qëndroni me ne miq për të njohur me atë çka ka ndodhur gjatë kësaj jave dhe natyrisht edhe çfarë parashikojmë për javët në vazhdim. Siç e thënë, në studio nuk mungon i ftuari jon i përshtatshëm Dimitra Xhambazi, profesor Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Petrika, më ke ndruar vendin? Më ke zënë vendin e Brendonit, por megjithatë profesorit Dimitra Xhambazi. E kishe dëshirë të radhërinj, Po. Ildi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Brendon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duket se kemi kaluar, profesor, 2 javë dhe tashmë të gjitha të parashikimet që ne kemi bërë, dikush nga ne ka dështuar, dikush kujt i ka dalë e vërteta, por që gjithsesi në një emërues të përbashkët jemi të gjithë. Skënderbeu është në vendin e parë. E drejtë. E drejtë. Mbaroi faza e dytë, 22 ndeshje dhe po të shikojmë një statistikë të shkurtër, si thuaç. Në 22 ndeshje ne kemi marrë 51 pikë. Ekipi i Laçit ka marrë 48 pikë, ekipi i Pogradecit ka marrë 43 pikë. Janë afër njëri tjetrit dhe thash këtë shifër për t'i thënë ekipit tonë që duhet të tregoj shumë kujdes. Gjithashtu ne kemi shënuar 41 gola dhe kemi pësuar 22, gati 1.8 gola për ndeshje kemi shënuar dhe kemi një gol për ndeshje të pësuar. Kur thoni 1.8, profesor, e kënaqsh me kjo shifër? Jo plotësisht, duke pasur parasysh edhe këto ekipet që janë më poshtë, për shembull Laçi ka shënuar 34 dhe ka pësuar 13 gola, kurse ekipi Pogradecit ka shënuar 34 dhe ka pësuar 18 gola. Ana më negative e ekipit tonë është sepse ne kemi pësuar më shumë se sa këto dy rivalet dhe kjo tregon që duhet të tregojmë edhe një herë më shumë kujdes, një kujdes të shtuar sepse edhe në kategorinë e parë luhet futboll. Ekipi ynë, si zakonisht domethënë ka realizuar atë si objektiv, por do të isha i mendimit që duhet kishte një diferencë më të madhe pikësh. Petrika, po të shikosh fazën e parë me fazën e dytë, një Skënderbeu që në fazën e dytë ka marrë më pak se faza e parë. Shko, përpara se të fillojmë atë me pyetjen tënde, dua të komplimentoj profesorin që është shumë i saktë me shifrat dhe i ke bërë një analizë të përgjithshme shumë saktësisht. Domethënë do të thua që shifrat flasin. Shifrat sigurisht që flasin. Dhe okay, faza e dytë ka qenë më e vështirë për Skënderbeun për arsye sepse ekipet e tjera, të cilat ishin, domethënë në start ishin si favorite, hynën në këtë fazë të dytë, hynën më fort dhe arritën të, si të thuash, të piqeshin si ekipe. Dhe normalisht ja kanë vështirësuar punën dhe Skënderbeut, por dhe për veten e tyre kanë rritur nivelin. Tani shikojmë se si do të reagojë ekipi tonë në këtë fazë të tretë dhe të shikojmë si do të reagojnë ekipet e tjera. Pra, çdo gjë për mua është e hapur, gara është të treshe, s'duam ta pranojmë, diferenca është kjo që është, kështu që shpresojmë që ekipi tonë të tregojë që është një nivel më lartë se dy ekipet e tjera që kemi poshtë në këtë fazë. Brendon, një Skënderbeu që ka urur disi ritmin dhe janë ngritur të tjerë, thot Petrika, apo ndofta kjo është gara dhe shpeshherë është e paparashikueshme? Jo, unë nuk do thosha që e ka ndalsoj ritmin, po thuaj se skuadra ka qenë një konstante që nga fillimi i sezonit. Faza e dytë nuk është në... Jo, po faza e dytë në pikët ta japin atë që thua ti e drejtë është, po për mendimin tim është edhe pak sa çështje kalendari, pasi për shembull skuadra si Burreli, Iliria, Castrio, kishte skuadra që kishte fazën e parë brenda i luajtë jashtë. Dhe nga ana tjetër kishte gjithashtu faktin që skuadra pati një farë momenti shoku, nëse mund ta quajmë kështu psikologjik, pas asaj ngjarjes me Ilirinë dhe ato transfertat, sovi dhe një moment ato humbje në brenda në shtëpi me Pogradecin, pati ato 2 javë që la pik, rresht edhe u duk sikur Skënderbeu në një moment e lëshoi, pra e humbi atë diferencë të madhe, pavarësisht se diferenca e madhe e pikëve
ja mundsoj që të vazhdonte të qëndronte në vend të parë. Të paktën skuadra për mendimin tim tregoi stabilitet nga ana psikologjike që nuk e lëshoi, sepse një skuadër tjetër pas atyre dy humbjeve mund të kishte bërresht edhe një 2-3 humbje të tjera dhe mund të ishim në situatë krejt tjetër sot. Skuadra tregoi një pjekuri të mjaftueshme. Ajo që më shqetëson mua dhe që na ka shqetësuar që nga fillimi i sezonit, po që edhe profesori Evurin duket tashin dhe me shifrat, është pjesa e statistikave në mbrojtje. Deri diku mungesa alternativa apo mungesa e cilësisë, domos në qendër të mbrojtjes kemi vuajtur shumë, pavarësisht se kemi ndruar tashmë edhe lojtar të rinj, po e pam dhe në ndeshjen me Apollonin që debutoi qendërmbrojtësi Paloka, meqense Ramos ishte i ndëshkuar me karton të verdh. Ai goli i parë i Apollonist mirë, ishte një rastësi fatkeqe që përplasai topi në kokë dhe i doli sulmuesit, por që dha disa shenja që domethënë mbase që ndeshja e parë emocione debutimi, s'dua ta paragjykoj, dua ta shikoj edhe një 4-5 ndeshje të tjera që të japin një opinion. Do ta diskutojmë më gjërësisht, por le të hyjmë pak në atmosferë, çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. E natyrisht, Hildi me informacionet e veta, me rezultatet pikë së pari, kur e gjera ndihmon edhe me tabelën dhe më pas Hildi mund të vazhdojë. Interesant është fakti që u shënuan 22 gola, pra në javën e 22. Profesor, shumë gola. Duke sigur ja zgjuar sulmuesit? Janë zgjuar ekipet. Apo këta mbrojtësit kanë janë ekipet tani për momentin e fundit donin të tërë. Po, regjia mund të më nxjerrë në këtë moment edhe rezultatet. Të gjitha ekipet pritse kanë arritur të bëjnë ato detyrat e shtëpisë duke arkivuar. Ndërkohë na doli dhe tabela në ekran. Iliria Lushnja 2-1, Pogradeci Bureli 2-0, Skënderbeu Apollonia 3-2, Luftëtari Kastrioti 2-1, Kuksi Korabi 4-2 dhe Laçi Besa 2-1. Më bëm përshtypje pak ky fakti, Kuksi 4 gola në këtë ndeshje. Besoj se me 9 lojtar Korabi pjesën e dytë. 9 lojtar, çfarë është bërë? Me 2 karton të kuq, po jo, pati disa Kuksi në fakt e përmbysi sepse ka shmarr Kuksi pari, e përmbysi Korabi 1-2 dhe pastaj ka përmbysur Kuksi 3-2 dhe më pas dolën 2 lojtar të Korabi me të kuq, po në kontest. Atëherë kalojmë tek tabela tjetër, pikërisht tek renditja. Renditjes kryeson Skënderbeu me 51 pikë, ndjekur nga Laçi 48 pikë, Pogradeci në vend të tretë 43 pikë. 30 pikë Kastrioti, 30 pikë Bureli, Iliria në vend të 6 me 29 pikë, Besa 25, Korabi 24, 24 Apollonia e vendit të 9, Lushnja me 20 pikë dhe mbyllin tabelën Luftëtari 19 dhe Kuksi 15. Po, regjia mos ma ishte tabelën lema për një moment, pasi profesor Vesa po shikonja për atë që dhe ju thatë, të lutem edhe një tabelën, mund me japësh pak. Po, plus 10 Skënderbeu, 21 plus Laçi, plus 16 Pogradeci. Plus 19. 2 gola diferencë me Laçi. Dhe 16, domethënë është Pogradeci. Pra duket sikur pastaj gjithë ekipet e tjera me sa shikoj janë me minus. Dhe në momentin që Laçi fitoi me Besën se Skënderbeu kishte luajtur ndeshjen akoma, ishte Laçi në vend të parë pikërisht për shkak të golavarrazhit. Po. Të desha të përmend gjatë Romi, domethënë që edhe diferenca e golave 21 plus që është Laçi dhe 19 dhe Pogradeci është 16, janë shumë afër, bile Laçi është më përpara se ne, kështu që edhe kjo e bën që Skënderbeu duhet punoj më mirë dhe nuk duhet falë dhe golat, edhe numrin e golave të shënuar që duhet të bëjë më shumë në këto ndeshje të parë. Gjatë momentit kur ne ishim duke humbur lojën me Apollonin në dhjetë e para të ndeshjes, kur shikoj klasifikimin, kur shikoj Laçi në vendin e parë dhe të humbje vendin e parë në ndeshjen e fundit të fazës të dytë që do të kushtonte shumë pasaj të pjesa e kalendarit, do të ishte katastrofale fare, por fatmirësisht ekipi reagoi në ndeshjen përballë ekipit të Apollonis dhe ja ku jemi sot që jemi më të avantazhuar në këtë fazë të tretë pasi vim si kampionët e 2 fazave të para. Kështu që risku është gjithmonë i lartë, edhe pse na favorizon pak kalendari, po unë nuk dua të mbetet te kjo favorizim. Do të çtroj pak tek faza e tretë pasi Hildi të pash që kishe hedhur edhe kalendarin. Paka shumë, mund të më bësh çfarë ndodh në fazën e tretë me ekipin e Skënderbeut? Për sa i përket fazës së tretë, avantazhi është që 6 nga 11 ndeshje do t'i luajnë në shtëpi dhe besoj se kjo jep një bonus, mund ta themi në këtë fazë. Atëherë mund të kalojmë pak më konkretisht. Kemi Kuksin? Po, kemi Kuksin, e nisi me duelin ndaj Kuksit në shtëpi. Pastaj vazhdoi me luftëtarin. Pastaj luftëtari në transfert. Duhet të shikojmë Jo, pak e kisha këtu, domethënë të paktën me këto ekipe po e marrim, po e filloj nga kreu. Laçin
Laçin e presin në kosh ndeshjen e fundit kur mund të thuhet që është të mbyllur gjithçka. Para fundit në Pogradec. Ndeshja e parafundit do të jenë ato dy Pogradec. Ishte më shuaj pak kur ishte në Laçi Pogradeci, Laçi e pret Pogradecin? Jo, e pret në Laç, pra Po pra, Laçi Pogradeci tash ndeshja është në Laç. Kjo mbetet fotografi ose mbetet e fiksuar. Fotografi po që flet pa. Edhe fotografia flet. Jo, ta kanë fjalë kjo ngelet e fiksuar sepse nuk varet nga pjesa e renditjes, domethënë kështu. Nga renditja që kanë ekipe. U përcaktua tashmë, kështu do të vazhdoj. Kalendari vetë Pogradeci i parë apo po ka rëndësi pa, sepse Laçi Pogradeci, nëse deshet të ishte Pogradec. Dakor, them në vazhdim. Është pak. Kjo është ideja. Rëndësi ka që ne morëm fotofinish këtë pjesën dhe këtu jemi tani. Okej, ne jemi më të favorizuar nëse do të shprehesha kështu për sa i përket. Mendoj që janë këto 4 ndeshjet e tanishme. Po, deri atje kemi kohë dhe të mendojmë edhe të do të marrë një nga një. Është puna se të trija skuadrat kryesore, ne, Laçi dhe Pogradeci i kanë brenda. Ne luajmë me Kuksin. Po. Laçi luan me Gjirokastrën, kurse Pogradeci luan me Lushnjë. Po janë ekipe që luftojnë në përtikur nga po pra. Nga fundi dhe në këtë javë kanë pasur rritje në lojë. Prandaj thash. Edhe në rezultate, në lojë nuk mund të them po. Prandaj thash që është shumë e rëndësishme dhe duhet ta gjykojmë më mirë, domethënë pika e lënë këtu është vdekje prurse. Okej. Prandaj. Në këtë moment e kam në linjë Ervin Bakun. Ervin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të përshëndes. Përshëndetje ty dhe panelit. Në gjithë kohë dhe paneli, të uron Mirëmbrëma Baku. Mirëmbrëma. Baku, tani Petrika tha, kemi një fotografi, thot, për javën, për fazën e tretë. Një fotografi, unë i thash flet do njërë fotografia? Po, dëgjoj, ju pash dhe, ju ndogja deri tani dhe... E di që do na teksh deri në fund, po. Jo. Dëgjoj. Sumure në Shkodër apo në Korç? Ka festuar 107 vjetorin ndjesh. Nuk e di, këtu në ne apo aty. Shikoj, Baku, shikoj sa të ndjekin, ha? Shikoj si kam gazetarët. Po i thash atyre se ndoqëm ndeshjem bashk Skënderbeu Apollonia dhe i thash që Skënderbeu do fitoj 3-1, i thash, po ai goli i dytë i Fierit ishte jashtë skenarit, e kupton edhe. Po dëgjoj. Ka që Skënderbeu ka pak oscilacione se po t'ishte vaj fare që do diskutoni ty aty në studio, e kupton? Ne jemi pak materiale, kështu që edhe ne jemi pak kritik. Por, dëgjoj, unë mendoj që do t'jetë një luft dyshe për vendin e parë, për këtë t'jeni të bindur. Dhe kam përshtypjen që me Skënderbeu do t'a marrë atë 30 milionë e lekëve të vjetra, se vetëm për atë bëhet vendi i parë, kupton? Ndërsa Pogradeci do të përpiqet të kap vendin e dytë, por nuk do ta kap dot, mendoj unë. Dhe pastaj do të jetë një luftë e ashpër për ato për të futur në vendit në 4, 5, 6, ku janë të gjitha skuadrat përjashto ato 3 vendet e fundit. Po e pat çfarë goli anuluan Lushnjës në fushkruj. Po, e tha Brendoni në fillim të emisionit. Të merë. Pra, ju shtrembeni edhe kësaj. Skandal fusha, 2 fish me skandal, goli që anulluan. Jo, po si mund të luhet në atë fush, do me thënë. Moçal ishte Baku. Baku, para se të kaloj më konkretisht, edhe diçka tjetër, sot jam bërë zgjedhje në federat. Armando Duka përsëri president i federatës. Lajmi mirë? Dëgjoj, përderisa unanim se thamë këtu. Komuniteti e futbollit e voton, madje ishte e bukur se kishte disa që ngrinin shumë lart dorë, donin ta ngrinin. Ta shikonte Duka. Ta shikonte Duka që ja e çova kartonin. Mos u çuat në një mëkem, apo jo? Më bëri përshtypje presidenti i Tiranës që abstenoi. Po? Edhe Xhabafti vore. Edhe po, këto të dy abstenuan. Po. Sepse unë kam përshtypjen që po i hajt haku edhe Tiranës, edhe Vorës, edhe Ballshit, edhe Flamurtarit. Baku, për sa u përket antarëve të komitetit? Si? Antarëve të komitetit ekzekutiv? U të roqën 3 kandidatura në momentin e fundit?
si u të roqen. Thanë nuk do konkurojnë. Dervishe dhe U thanë, jo, u thanë që ju nesër do të riqeni. U thanë? Po pse tash për çat nuk apo do ta bësh më interesante. Jo pra se u vërtet e kam Petrikën këtu në emision i thashë them, po këtë thashë them s'ma tham. Po çfarë thashë themi ato? Po ata kur të roqen në fund pse hyn në gar? E kuptua që do mundçin? Po jo bre, tash Okej. Ti do ikësh, ti do largohesh, ti do vish. Ore, për një gjë jam i sigurt. Për të jam i sigurt fare. Po, më thuaj. Futbolli jon ka zhvillim, por me futjen e Blendi Fevziut aty në komitet, futbolli ynë do marrë një vrull dhe një oftë të papar. Jo vetëm do kaloj malet, po dhe fushat edhe kodrat. Do shesim lojtar në Afrikën. Se qa do ai Blendi Fevziu aty, do më thënë një zotë e mërvesh. Po mirë mund të ketë filluar kohët e fundit të dashuroj futbollit. Jo vetëm baj, po dhe këta që eftojnë aty nuk e di, se kuptoj fa. Dhe ishte nga më të votuarit? Si ishte nga më të votuarit? Ishte marrë shumë vota, 24 vota. Si ishte më i votuarit? Nga më të votuarit, në treshën e parë. Po pra, se është me komandë. Dëshirë nga poshtë si ishte. Do më nëzimit ishi të shikone xhaxhit, kush do fitonte, kush do hynte të përcaktuar atëra. Okej, Bako, kthehemi tek realiteti, tek futbolli i luajtur. Tashmë u thash që ne dim tani kalendarin. Këto tre ekipet e para që u tha Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci, për sa i përket duke qëndruar te kalendari, janë më të favorizuara? Po, Skënderbeu është më favorizuar nga sepse luan 6 ndeshje brenda. Po. Unë them që është, dëgjoj, Skënderbeu ka ekipin më të mirë, kupton, pavarësisht luhatjeve e tjera, e rëndësishme është të fitojnë. Të fitojnë sepse nuk do të jetë ky ekip në superiore, me përjashtim të 2-3 lojtarëve. Dhe sot i ka elementet për bërë diferencën. Bako, të qëndroj pak jo. I sigurt që vetëm 2-3 lojtarë do të jenë në Super League nga ky ekip? Po. Ka përbën lajm. E sigurt. Bako gjithmonë flet. Po. Dëgjoj, jo, do të thënë varet se me çfarë fiksinime. Kjo varet nga me çfarë synimi do futet Skënderbeu në superiore, do futet për të bërë një si thua një ambientim me superiore në vitin e parë dhe për të futur pastaj në garat e larta individuale, apo do të hyjë direkt në Baku, për këtë që ju thatë, regjia më mbaj Bakun, siç e keni në ekran, më fokusohet Dimitra Xhambazin. Xhambazi, po të lej pak me Bakun në lidhje me këtë që ai tha, 2-3 lojtar ose Skënderbeu. Ne kemi thënë këtu në studio që nëse ky Skënderbeu do të hynte me synime të mëdha, domethënë për të qenë në katërshe në sezonin e ardhshëm, duhet kishte filluar që këtë vit. Bakun e kemi në linjë. Mendoj që jo 2-3 lojtarë, po dhe më shumë do të ketë, sepse por lojtar kryesor, ju mendoni për lojtarë cilësor dhe lojtar kryesor, po themi si Nasere me radhë. I dashur, unë mendoj që Skënderbeu, ai që Skënderbeu që ka moderuar unë, Skënderbeu Europian i Shqipërisë, vetëm 2-3 lojtarë meriton nga këto që unë shikoj. Dakord. Ju mendoni do me thënë që të sillim atë Skënderbeu në para 10 viteve, por do të jetë shumë e vështirë. Jo, e drejt dhe ne atë dëshirojmë. Ne gjithë atë duhet të synojmë. Atë të synojmë dhe atë duhet synuar, por këto do të shikojmë më pas. Unë them që ekipi Skënderbeut në vitin e ardhshëm, në superiore, duhet të hyjë dhe të organizojë në mënyrë të tillë që të pretendojë për katërshen. Nëse do të mendojë që të rri atje në vendin e 6, të 7, të 8, do të ketë probleme. Prandaj këto e di presidenca, si thaj, jeta është aritmetik olimbi. Atëre do lëdhe edhe tek buxheti. Baku, pyetja e fundit, si e shikoni garën? Do të jetë ashpër kjo fazë e tretë? O Romi, po. Kam biseduar para 10 ditësh, nuk e di e ka zënë lemza mikun tim Xhambazi,
se së bashku me qendërmbrojtësin e Lokomotivës së Durrësit me Agimin dhe me sulmuesin Mirima, kemi folur për atë vitin 76-77 dhe kemi folur për fisnikrim dhe për zotnillokun që ka ai Dimitraj Xhambazi aty. Që Durrësi donte t'i hapte portën, i shkoi Kristaj Toçi dhe i tha, hajde shëno, dhe ti tha, jo, tha, unë nuk shënoj gola kështu, tha. Ai është Dimitraj Xhambazi, që e gjithë Korça duhet i ngrihet në këmbë. Natyrisht, e respekton shumë, prandaj edhe ne kemi gjithmonë në studio. Teu Tabaku përveç golave, duhet mos i kishte hapur ato shalët e me Dinamo, se i ku ai kampionati i famshëm aty në atë fazën e tretë. Po, i lan dhe golat, dëgjoj, po, i lan dhe golat i lirë për natë. Po, e mori titullin profesorit, e di atë histori. Profesor, të vjekish? Po, ti tashi, e di atë histori, po ti e shumë herë më i vogël se ne, lutem. Jo, unë se kam jetuar si ju, se vënë dyshim atë, po e kam lexuar e studiuar, mos kime rak. Brendon, kam qenë i vogël, po unë e di me detaje atë histori. Me detaje dhe bravo i qoftë Dimitraj Xhambazit që ka ruajtur integralitetin dhe atë të vetes tij, zotni burr, zotni lojtar. Paku, po shuat e një kureshte të fundit, e bluzave numër 17. Ka ndomethënie për ty? Është fanela e Iglitares. Është vjetë. E dhon nga Iglitare. Po ti jemi të lashtë. Pikërisht se jemi të lashtë dhe jeni qendër të dëgjimit. Të falenderojmë Paku, si gjithnjë i mrekullueshëm në komentet e tua. Do të jemi përsëri së bashku javën e ardhshme për të diskutuar me gjithësisht. Na futi pak në emocione, po, Petrika? Shko, për ta vazhduar atje ku e lam me Bakun, se profesori nuk e di ka dyshime për ta lojtarët që ne kemi. Me dhe në këta unë, jo 2-3, po unë them 1. Maksimumi. Maksimumi, një bezdu. Nuk e ti me Marko Alia ose Salenasës. Në më dhe një mitis njeri, ja 2. Do jenë pjesë e ekipit, do jenë edhe rezerva dhe ashtu. Profesor që unë e kam përmendur shpesh. Këta lojtarë që ne luajtëm në kategoritë të parë, këta janë gambling, do me thënë këta janë bast. Pra, ymë me këta për bast. Dhe na doli deri tani, na doli i suksesshëm që po hymë në superiore. Me këta lojtar ti ke rrezikuar totalisht futjen në kategorinë superiore me këta lojtar. Gjithsesi i eci presidentit, ama nuk jashtë asnjëri shpresoj që të jetë ndonjë nga këta blerjet e reja të na tregoj diçka më shumë që ta meritoj fanetën për vitin e ardhshëm, po nga këta që janë këtu, më vjen keq me gjithë respektin, po maksimumi vetëm 2 veta mund ta kalojnë klasë. Plus edhe të jemi realist, do të gënjenim veten nëse do pretendonim që Skënderbeu do të arrinte të ndërtonte një ekip pretendent për kampion, qofte edhe duke sjell 20 lojtarë të tjerë, pasi duhen minimumi 2 milion euro buxhet që ti të arrit të marrësh lojtarë, 15 lojtarë që bëjnë diferencën, po ata lojtarë duan paga vërtet të marrë. Ndaj besoj që klubi do tentoj pas hapi që të shkojnë në ato objektivat madhore. Po klubi mund mos investoj këto 2 milion euro. Tashi kemi 10 vjet që presim këtë moment. 10 vjet që presim këtë moment. Tashi ato kushtet financiare duhet i dinë ata të klubit lart, ata ne vitin e parë, jo, do flasim realitetin, ato që duam tifozat, dhe tifozat duan këtë, që kemi 10 vjet që presim këtë moment, dhe tani momentin që vjen, tani duam të shikojmë ata, të marrim lojtar cilësor, të afrojmë, të bëjmë ekip cilësor, që të tentojmë 4-shën e parë, sepse nuk është ndonjë vështirësi e madhe të kapësh 4 vendet e para sot në superiore. Po jo, është e vështirë pasi ke klube shumë të strukturuara që po hedhin miliona euro. Sepse është krijuar stabilitet. Egnatia ka krijuar një stabilitet edhe europian, edhe Vllaznia, edhe Partizani. Edhe Dinamo. Dinamo, Elbasani, Shkodra. Po të themi gjë. Asnjëra nga këto nuk dominon siç dominonte Skënderbeu, jo për pjesën e Europës, po për pjesën e dominimit. Dhe këto Kuksi, Partizani kur u rikthyen 2013 dhe këto të tjerat kur ishin pretendentë kundër nesh në atë kohë, investonin më shumë se tani, ta them unë ndoshta, më shumë se sa sot. Okej. Po nuk e arrinin dot. Po kurse asnjë nga këto të katra sot që përmend ju se kanë nivelin e. Kërkoj mirë kuptimin tuaj Brendon, pasi kam në linjë Erkan Çutrën në këtë moment. Erkan mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo dhe të ftuarve. Është Erkan Çutra, gazetari i RTS Sport, që natyrisht
Erkan, i ke dikur të gjitha ndeshjet pasi i ke komentuar, ke përgatitur kronikat, dhe pyetja ime e parë këtu është, nga ajo çka ke parë, se më shumë se ty askush nuk e ka ndikur të gjitha ekipet kudo në çdo stadium të kategorisë së parë për të transmetuar dhe për të komprometoj dhe të them mjaft mirë që me të vërtetë je një djalë i mrekullueshëm që po rritet shumë në atë profesion dhe natyrisht do të heqësh të gjithë ne të vjetërve. Erkan, mund të më thuash nga ajo çka ke parë, kush prej ekipeve të duket më cilësori? Së pari faleminderit për elozhet Romeo. I meriton Erkan. Ajo që dua të ndalem është se java e 22 ishte një javë që konfirmoi pretendimet e disa skuadrave dhe nxori në pa edhe problemet e të tjerave. Sigurisht që Skënderbeu po kryeson me shumë merit, por ajo që më bën përshtypje është se ka një disbalancë sa i përket golave të shënuar dhe pësimit të golave, aty ku Ernest Gjoka ende nuk po arrin do të stabilizoj prapavijën edhe vetë. Sipas jush përse Erkani? Sipas jush përse? Cila është arsyeja? Ndoshta sepse edhe vetë trajneri Ernest Gjoka në intervistat e tij pas ndeshjeve ka pohuar që gjithmonë është një trajner që guxon edhe luan më tepër në aspektin ofensiv, ka një shpirt gare të jashtëzakonshme trajneri Ernest Gjoka dhe këtë e konfirmon edhe shifrat e golave ku sulmi i Skënderbeut është më i miri në kategorinë e parë, duke shtuar gjithashtu edhe ardhjen e Gjumsit, i cili edhe në ndeshjen e tij të parë ndaj Besës u shpall dhe lojtari i ndeshjes kishte vetëm një ditë që sapo kishte ardhur, pra Skënderbeu është një skuadër që nuk e meriton të jetë në kategorinë e parë me ato elemente që ka, por sigurisht edhe me transferimet e janarit, ku përveç Gjumsit është edhe Beshira i transferuar nga ekipi të Utës, ku po tregon një formë shumë të mirë. Erkan, si shikon këtë treshe, pasi diskutojmë shumë, Skënderbeu, Laçi dhe po Gradeci, do ketë që do stakohet shpejt, apo do jetë të treja atje për të luftuar në ato metrat e fundit finishit? Po Gradecin po e shoh një ekip që nuk po lëshon pe, edhe vetë lojtarët duket tashmë se janë ambientuar me idetë e trajnerit Çela, por është një skuadër si Laçi që e ka ruajtur bërthamën, ka arritur të marrë element shumë të mirë, madje 2 javë më parë në takimin ndaj Lushnjës ku Laçi fitoi, vetë trajneri Artan Bano që është i mirënjohur jo vetëm në kategorinë e parë por edhe në superiore, u shpreh që Laçi është një ekip që di të luaj shpejt me pasime, është një ekip që të hapë shumë probleme dhe është një ekip superiore, përmendi vetë edhe Artan Bano. Por ajo që dua të them është se faza e tretë është një fazë ku duhet ta heqim nga fjalori fjalën surprizë, pasi po shohim që 2 ekipet e fundit, si Luftari dhe Kuksi, po japin shenja jete dhe po tregojnë se çdo ekip nuk do e ketë të lehtë, madje edhe vetë Skënderbeu në përballjen e fazës parë ndaj Kuksit, vetëm në frymën e fundit, në sekondat e fundit e zgjidhi, kështu që do jetë një fazë që duhet ta heqim nga fjalori fjalën surprizë. Erkan, të falenderoj shumë për gjithë opinioni që dhe analizën që i bëre pikërisht të kësaj kategorie. Besoj të jemi përsërisë së bashku dhe në lidhje të tjera, ndofta për të bërë një analizë edhe më përfundimtare. Faleminderit Erkan Çutra, gazetari i RTS Sporti. Faleminderit. Profesor, Erkan është një prej atyre që i ndjek të gjitha ndeshjet sepse e ka për atë të komentimit dhe natyrisht bëri një analizë pak të ftohtë. Jeni dakord? Gazetarët sportiv tani janë... Që edhe më pëlqen pak profesor, këta dim të ri ka filluar. Dim të ri. Janë mosha e Ildit, Kuptohet, po, shikojmë dhe gazetarët në studio që janë shumë, kanë një orë të shumë të lidhur me statistikat, do me thënë me ndeshjet e zhvilluara 2-3 vjetë. Që, edhe Kurajoz dhe flasi kështu. Edhe Kurajoz dhe flasi shumë mirë, kështu që edhe me gazetarin sportiv të radio televizionit shqiptar, mendoj që ai bëri një analizë ashtu siç duhet, do me thënë përfundimi është ky që të gjitha ekipet përpiqen, të gjitha ekipet luajnë. Një fjalë Erkani tha, nuk do të quhen me surprizë. Surprizë, s'ka me surprizë. Derisa janë ekipet njëjtë në garë,
paka shumë me atë mendimin tim që thash, do me thënë, ne 3D skuadrat e vendeve të para Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci kanë me skuadrat e fundit dhe ata që do lëshojnë, ata do humbasin. Prandaj them, do me thënë, nuk ka të mendosh që luaj me Kuksin apo luaj me Gjirokastër. Ose ne shpreh shtemi që kush do të mund këto ekipet e fundit tabelës, ai do të jetë në krye, apo? Prandaj e mendoj, do me thënë, që janë 4 ndeshje që vinë, ato janë ndeshje përcaktuese. Dhe që t'ja bëjmë të dy dhe publikut se profesori për e thekson, kemi Kuksin në Korç, luftëtarin jashtë, Lushin në Korç, Apollonin jashtë. Në Fier. Shtu që 2 transferta, 2 ndeshje brenda. Përballjet e fundit e kanë treguar që nuk kemi pa shumë diferenca, qoftë edhe me Kuksin apo dhe surpriza luftëtarit. Pra çdo ekip mund të marrë pikë në çdo lloj fushë dhe kjo besoj se e ndihmon shumë garën dhe e bën akoma më emocionuese dhe ne këtë gjë shpresojmë që të shohim në fazën e tretë, pra e rëndësishme është që të ketë një futboll të ndershëm. Pastaj në fund ta fitoj ai që e meriton. Jo pa qëllim të pyeta ndeshjen e fundit si e morëm me Kuksin dhe thamë që e morëm në minutën e fundit. Domethënë që një lojë e tillë problemet që na hapi Apollonia apo edhe patëm problemet e tjera. Por unë do të shtonja përveç asaj që u tha, do të shtonja edhe një fakt Petrika, që ato terrenet terrenet. Tani terrenet ne jemi ndalur dhe unë kam thënë dhe po e përsëris. Të shikoj këtë javë se ku luajë 30 vite mbrapa na ktheu ajo. Ishte skandal. Jo, ishte kështu, po mos plotsove gjën më elementare, atëherë nuk ke asnjë gjë tjetër në vijë. Gjën më elementare fushën. Ja, të jetë fusha tani si Moçal nuk ka as edhe një. Problemi është se nuk ka alternativa, madje luftëtari këtë Ilirin e dënuan dhe për shkak se nuk po gjente dot fushë, u detyruan ta rikthenin pasi nuk kanë ku luajnë. Dhe kjo është ulëritse kur e mendon. Mos vallë komiteti ekzekutiv këto biname. Blendi do të Besën pas stadium, Kastriotin pas stadium, Tirana pas stadium. Ka amnisti, sa e që ka kështu qeveri 3 ka amnisti. Romi, një element që ta shtojmë, vitin tjetër, shumë shkurt, një fjali. Vitin tjetër mund të hyrë në fuqi që e përmendi sot edhe Ministri Sporteve në Asamblen Federat, ligji sponsorizimeve. Kështu që është në ekuacion. Jo, s'është halli... Shiko, Romi, vitin tjetër, tha. Kjo... Në këtë vit të bëhen këto ligjet e këto të gjitha dhe në vitin tjetër do filloj tha sponsorizimi. Inshallah be. Shiko, unë ka pa nga kjo ana më egoiste, sepse vërtet ka të mirat, do investohet në çdo sport, do normalisht do ketë rritje. Frymarrje ekonomike. Do ketë frymarrje ekonomike, por puna ashtu tani që ekipet kryesore të Tiranës normalisht do të marrin sponsorat kryesor, do të marrin fondet më të mëdha dhe do të jetë shumë e vështirë për ekipet e rretheve, qoftë Egnatia, Skënderbeu, Vlora me radhë, që të arrin nivelin e ekipeve të Tiranës, sepse normalisht gjithë sponsorat më të fuqishëm do të drejtojnë drejt futbollit, basketbollit. Mund të vinë edhe në katër qytete këtu më kudo. Ore dakord, projekti mund të jetë abis. Ja marrin futbollin e Kosovës. Do të jenë thjesht Ballkani, ekip nga Suareka, duke se ka organizim. Tani ka lovi drita. Po, nuk ka është përqendruar. Jo, po është risk i madh për ne. Le të kalojmë pak tek dy kronikat janë bashkë, të dyja çka ka arritur Skënderbeu në atë fitore 3-2, por edhe ekipi Pogradec. Le të ndjekim kronikën dhe rikthehemi përsëri në studio. Shikojmë këtë moment dhe... Pogradeci fitoi 2-0 kundër Borelit për javën e 22 të kategorisë së parë, duke qëndruar në diferencë 5 pikësh me Laçin, që mban vendin e dytë. Pogradecarët shënuan golin e parë me Preknicaj, që i gjuajti me kokë pas një krosimi nga e Majta në minutën e 12, por përgjegjësi të madhe ka portieri Mik Dani, të cilit i shpëtoi topin nga duart dhe kaloi vijin fatale. Vendasi dy fishuan sapo nisi pjesa e dytë, me një aksion të bukur që u përfundua në gol nga Ogunleje. Borreli pati mundësi në minutën e 93 me penallti, por gjuajtja e Hotit u prit mirë nga portieri Stanic. Goditja pret Stanic. Renditja vazhdon të kryesohet nga Skënderbeu, që të shtunën fitoi 3-2 me Apollonin. Heroi fitores ishte Nasri me 3 gola, të cilët përmbysën avantazhin e hershëm të fierakëve, që në minutën e 7. Pas përmbysjes në 3-1, Apollonia shënon edhe një gol tjetër në minutën e 89, por pa arritur të realizonte surprizën. Në rrjet! Enea topi! Skënderbeu ka 51 pikë, 3 më tepër se Laçi dhe 8 më tepër se Pogradeci. Apollonia mban vendin e 9 me 24 pikë. E pra këto ishin golat e të dyja kronikave, të dyja ndeshjeve natyrisht, të cilat
Ajo që për përshtypje, profesor, ishte si në Pogradec, si në Korçë, shikojnë fush jeshil që themi fusha e blert. Që të mendoj që vritja është edhe një zonë që ka shiu, borë... Po diskutojmë baza tash, po diskutojmë gjën elementare tash. Është një lloj sikur të këtu ku jemi ne mos kishe karike. Do të thënë ishte të dy terrenet ishin shumë normal, për vetë kushtet, se mund të ketë pak vështirësi, se natyrisht. Jemi realist, atje ku s'ka, atje ku ka. Ka dhe fusha shumë të mira dhe Pogradeci dhe Korça e ka normale për të zhvilluar ndeshje. Edhe Laçi, Lushnja ka disa fushë të mira, nuk janë keq. Po, janë disa. Mirë, futboll nuk luhet vetëm në këto qytete ose vetëm në Super League, ka dhe kategori e parë, ka dhe kategori e dytë, ka dhe të rinjtë që luajnë, ka moshat, janë të gjithë kategoritë, kështu që... Mirë, do ishte t'i kishim, por me qëse edhe ligji i sponsorizimeve do të dalë dhe po aktivizohet edhe vitin tjetër do të ndryshoj, inshallah kemi diçka, do me thënë një kompensim, një rregullim që për të fushat mos diskutohet si kategori e parë dhe si superiorja dhe kategori e parë. Na ngelen në letër edhe ato projektet e stadiumeve, se sikur do ta rriste atë imazhin. Natyrisht, janë investime të mëdha që brenda na i ka sqaruar se çfarë mundet të ndodhë. Por unë kaloj tani më konkretisht tek përballja e ekipit Skënderbeut, Ili, një 3-2 rrezikoj? Po pati momente që rrezikoj, ajo çka më futi një lloj konfuzioni ishte qendra e mbrojtjes kur pas here shfaqen në një gjendje paniku për shkak edhe të dy sulmuesve të Apollonisë. Por edhe të mungesave të Skënderbeut ishte edhe Omejekun që ishte lojtari kryesor në sot. Me përjashtim të domethënë këtyre problematikave që asën në qendër të mbrojtjes dhe ato 2-3 momentet kaotike, besoj se pjesa tjetër e ndeshjes u arrit të menaxhoj deri diku në një mënyrë të kënaqshme dhe merit absolute ka natyrisht sulmuesi Nasser që në këndvështrimin tim në këtë sezon besoj se është 50% e suksesit të Skënderbeut deri tani dhe shpresojmë që në duelet e tjera pse jo të ndeshje të zgjidhen edhe më mirë për sa i përket pjesës së diferencës të gola, pra mos shkohet gjithmonë në atë diferencën për një goli dhe të riskohet deri në minutat e fundit. Diçan për një përshtypje me Nasër dhe profesori si sulmues mund ta thotë. Bën ndonjëherë profesor po ta shkosh golin e tretë me Apolloninë, shumë i vështirë, madje në një stil kështu alla Arjen Robben apo ku di unë parsisht në të djatën dhe në krahun e kundërt dhe ka humbur një rast ku ishte ndeshja akoma 1-1 pa u bërë 11 metrish, një rast flagrant kështu vetë për vetë që mund ta driblonte portieri, mund gjuante si të donte, nuk e marrë çfarë tentoi të bënte si parabole çovi jashtë fare, domethënë prandaj gabon ato rastet që 99% janë gol dhe bën ca raste që mund të jetë 2% shanse. E nxjerr golin nga Içi. E nxjerr nga Içi, është e çuditshme. Mendoj që në superiore i humbi ato raste tëra, kështu që jo, prandaj se profesori ka qenë sulmues, prandaj profesor Ildi tha që Nasser është 50% e ekipit. Në një ekip duhet kemi lojtar që të mbaj 50% dhe kur ai s'është mirë, ne gjithë të tjerët duhet të dështojmë, apo? Jo. Gjithë se cili ka pjesë të vete dhe unë them, domethënë sipas cilësisë kërkohet edhe rezultati. Ka lojtar shumë cilësor që kërkon stekën më të lartë, ka dhe lojtar mesatar që plotësojnë ekipin, por që luajnë normalisht. Qëllimi këtu është që secili nga lojtarët jap maksimumin e tij. Unë e kam 70%. Ju e kini 80%, Nasseri e ka 100%. Kjo është që të arrijet. Dhe po të shikoni Nasserin dje, do me thënë, me atë mënyrë loje, me atë goditje të topit, dhe mënyra se si e mban, do me thënë, si triblon, do me thënë, duket që është një lojtar shumë cilësor. A i ka shnuar, mendoj se 12 gola, 11-12 gola, kështu që të shënosh goli nuk është e lehtë. Por, mendoj që, ashtu si kur se tha dhe Ildi, mbrojtja akoma nuk është stabilizuar. Edhe barazimi me... Përse, profesor, është çështje lojtarësh, apo është çështje mentaliteti i lojës së gjokës? Lojtarësh. Çështje lojtarësh? Çështje lojtarësh. Është, mendoj, do me thënë që ne në qendrën nuk e kemi pasur stabilizuar. Edhe me mungesa... Më falë, profesor, si është ky stili gjokës që mbrojtja duhet pëston gola, apo çfarë? Jo, mënyra se si luan, mënyra e vetosës lojë, sepse Erkani më tha që Skënderbeu është një ekip që... Ato faktikisht, po janë e ta bëra aty pyetje. Nuk ka lojë sulmuese gjoka ose lojë aventuriere gjoka, jo. Ti je sigur për këtë. Kështu që është e gjitha e lojtarëve, se nuk është se gjoka e le 30% përpara apo 70% përpara. Gjoka në vit fundit të mbyllet dhe fati pastaj që o e kapin ose kapin mbrojtësat tanë. Nuk është se ka gjoka
si ai Barcelonës, si Fliku që i mban përpara ose si këta trajnerët e tjerë që i mbajnë pak më përpara mbrojtësit. Po shko, jemi tek një moment që Luka Vazquez nuk është më, Randi nuk është më. Vjen Gift, është ai që dhe rrezikoi të metë karton të kuq. Por është një qendër mbrojtje që nuk kemi lojtar. Ke mungesa. Jo vetëm qendra, më shkon tre parti që funksionon. Dhe kur funksionon gjithë krahat mirë funksionojnë. Dy krahat, për shembull Ergi këtë radhë ishte mjaft mirë. Zenollari, Shaqe, Evangeli është nuk ka. Unë besoj ai e ka në kuptimin. Jo se stonojnë në kuptimin që të bëjnë gafa apo gabime për ndeshje, se nuk po bëjnë. As Evangeli, as Shaqe apo Zenollari që luajti këtë javë në vend Shaqes. Po edhe nga cilësitë nuk janë në kuptimin ai po thotë që nuk janë. E qartë, në kategorinë e parë jemi. Jo, dakord, me këta jemi dakord, po themi. Po e përsëritim nga njerë që ti themi dhe vetes, ne nuk kemi ata lojtarë të cilësor që ta kemi ndeshjen e fituar plotësisht. Jo pa qëllim thamë, me korabin e Peshkopisë dolën barazim. Pësimi 2 golave për mua ishte humbje këtu. Me Apollonin. Pësosh 2 gola në Korçë. Le të fitonim 1-0, më mirë se sa të pësonim edhe 2 gola. Dhe të 2 golat në qendër. Ja si e themin e tash, s'kishim në qendër, po t'ishte Ramosi, po t'ishte ai, sepse u mbet edhe besimi pasaj. Edhe skuadrat e tjera, se tani ka i shikojnë nëpërmjet televizioneve me radhë, nëpërmjet kasetave. Kjo është situata tani. Domethënë nuk e kemi më Luka Vazquezin, besoj se nuk e kemi më edhe Randin apo Eldi. Janë 2 futbollistë që kanë konfirmuar që nuk do të jenë më pjesë e ekipit të Skënderbeut. Kemi dhe konfirmovi që s'do jetë. Se kur thanë që do vinte këtë javë. Po jo. Jo, nuk është thënë për informacionin tim, nuk është se do jem për shkak se tani edhe Lidh ndeshje kupton nuk është se janë lojtarë. Nuk arrin dot edhe formën qoftë se do të afrohen pranë ekipit. Jo, nuk kemi çfarë pendohemi se nuk është se humbëm ndonjë lojtar, po nëse këta lojtar do të ishin vendimtar për Skënderbeun se do të ishte mbrojtësi më i mirë dhe të ikte në këtë lloj forme, atëherë pastaj do të kishin problem të madh, sepse këtu ne kemi thënë është mungesë plot profesionalizmi i klubit se asnjë klubi nuk i ndodh kjo. Okej, tani ndodhemi në këtë situatë. Mendoni se do të paraqitet vështirësitë e veta ky fakt që të paktën reparti mbrojtjes është një tjetër për të provuar nga këta që natë mbrojtje pa loka Çela. Ta provojmë edhe Çelën tani. Ta të ardhur nga Mercato. Le të bëj edhe këtu një gaf po ka për të bërë, kështu që vështirësitë janë, Romi. Prandaj dhe ne po i përmendim këtu dhe nuk po vëmë atë notën që duhet meritojë ekipi Skënderbeut, me përjashtim të asaj që tham, domethënë që ekipi e ka realizuar objektivin se në 2 fazat e para sepse është në vend parë, por rënditëm Laçi, Pogradeci dhe ndonjë ekip tjetër me radhë, duhet që ekipi të fokusohet me lojtarët që ka, me ata 15, 16 apo 17 lojtarë, të jetë i kujdesshëm, të jetë me stërvitje të plot, me stërvitjen e padukshme ashtu siç duhet, që ekipi të japë gjithmonë maksimumin e vet. Një garë që natyrisht kërkon energji, kërkon lojtarë, ka kontingjentin e ekipi i Skënderbeut për ta përballuar këtë fazë të tretë, sepse dihet problematika e kësaj periudhe ku ka shumë dëmtime, siç thamë, sepse janë terrenet e tilla, terrenet të vështira, ka dëmtime, ka kartona. Skënderbeu duhet fitojë 6 ndeshjet që ka brenda fushës. Kjo është detyrë. Se me 6 del. Me 6 është e sigurt që e thot shumë. Po, mos diskutojmë këto 6 brenda. 69 pikë, 51, 18, 69 pikë je pothuajse. Pra, po morëm këto 6. Po jo, nuk është se i bie këtu mbas Laçi 5 ndeshje. Unë kap në një unë kap në një formë duke parë këtë ekip që kemi, nuk të gabojnë dhe rivalet. Po mirë më se dhe rivalet siç do mund të gabojnë, po them duke parë këtë ekip që kemi, kaq sa unë shikoj nga këta, nuk duhet të diskutojmë të paktën 6 ndeshje brenda se do t'i u marrësh ndonjë barazim jashtë, ose diskutohet që dhe do fitosh ndeshje jashtë. Patjetër. Po këto brenda të 6-ta dhe sidomos duke nisur nga këto 4 të parat që i kemi 2 të parat brenda njërë, nuk duhet diskutojmë në mënyrë që të mbajmë moralin lartë, sepse po të afruan edhe njërë, po Gradeci me Laçin, atëre pastaj do të kemi probleme dhe pastaj do dalim në ato fjalët që unë s'dua të dal asnjëherë, po që do jetë një luftë të treshe me të treja ekipet me po Gradecin, Skënderbeun edhe Laçin. Po vajti në 2 ndeshjet e fundit, i ke 2 të fundit atë pastaj nese që mos i them që tani ato që kam për të thënë, po ti le çik rezervat të tjera.
Oke, do kemi kohë, sepse do të kemi emisionin në vazhdim për të diskutuar. Kalojmë pak tek Pogradeci. Profesor, një Pogradec që po bën mirë detyrën e vet, është pragmatist duket në këto javë të fundit, fillon dhe po merr ato 3 pikët që i duhen, pa ndonjë lojë, pa shumë shkëlqim, por që i fokusuar tek 3 pikë. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Dhe duke ndjekur 2 skuadrat që kanë qenë në superiore, nuk ka ndonjë dallim të theksuar, si mund të themi, midis Skënderbeut dhe Laçit me Pogradecin. Pogradeci po bën shumë mirë. Bile Pogradeci ka një avantazh, mendoj, sepse ai e vlerëson veten ashtu siç është. Ne mund ta vlerësojmë, themi, jemi për superiore, kurse ai thot me punë duhet të arrijë në superiore. Dhe po të shikosh këto rezultatet e fundit dhe fitoret që ka marrë, domethënë e bëjnë më optimist për të stërvitur më mirë, për të punuar më mirë dhe për të ballafaquar më mirë me ekipet kundërshtare. Ai ja u di vlerën atyre ekipeve sepse është pjesë e disa viteve që luan në kategorinë e parë. Kështu që ai përpiqet që të mos gabojë, i duhet barazimi, përpiqet për barazim. Atë që po themi dhe ne. Atë mendojnë edhe ata. Do të kalojmë tek pragmatizmi, do të jetë shumë i kujdesshëm tani në këto momente duhen pikë dhe barazim më shumë. Nëse Pogradeci do të kishte një menaxhim të mirë që në start të kampionatit. Në pjesën jo të lojtarëve dhe trajnerit, po tek pjesa tjetër e bordi klubit. Nëse do të ishte një menaxhim të mirë që gjatësinë së verës, domethënë me lojtarët, mos kishin ato krisjet, ato që patën që në start, domethënë, sepse aty pagesat ishin, lekët ishin, rrogat ishin, të gjitha struktura ishte ndërtuar, patën këto problemet që nuk morën lojtarët e dur, nuk u mor mendimi trajnerit, u ndrua trajneri tjetër, sa hyn në garë, filluan pastaj po gabonin, domethënë nëse do të kishte një start më të mirë të kampionatit dhe një menaxhim më të mirë në start të kampionatit, Pogradeci sot do të ishte në vend parë pa asnjë diskutim. Okej. Do të diskutojmë më tej Pogradeci, por në linjë po na pret Fatmir Fica. Fatmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo, ju dhe të ftuarve tuaj. Natyrisht të përshëndesim të gjithë dhe të falenderojmë që je pjesë e emisionit. Fatmir, natyrisht unë po e nis pyetjen e parë me ju, pasi më pëlqejnë ato statistikat e tua. Janë mbyllur 2 fazat e para. Për sa i përket statistikave, çfarë ke përgatitur sot? Çfarë mund të më thuash? E vërteta është që Skënderbeu ka paraqitur ecuri pozitive, duke qenë se ai e ruajti kreun edhe pas fazës së dytë, por në dallim nga faza e parë ku mori 28 pikë, në fazën e dytë, vetëm si fazë e dytë, Skënderbeu rënditet në vendin e tretë me 23 pikë. 27 ka Laçi. Fatmir, të lutem. E diskutuam në studio, por pikërisht fakt dhe miqtë e mi në studio më thanë që kjo ndodh për shkakun se ka patur ndeshje më të vështira në transfer Skënderbeu në fazën e dytë. Unë mendoj që kudo ndeshjet janë të vështira, por është çështje si menaxhohen rezultatet konkretisht në fushë. Ka fushat vështira ende, në veçanti ajo e fushkryes dhe e kryes, sepse luajnë të dyja në të njëjtin impiant, që është bërë për të tjerave edhe një ambient balte, ku po lulëzon balta me shumicë, dhe atje ndeshjet, duke menduar deri nga fundi i prillit, do t'jenë vështira, sepse moti vetë Stina nuk të lejon të bësh një futboll të mirë në kushtet e fushave me barë. Oke, rikthehemi përsëri tek statistika, Fatmir. Statistikat tregojnë që Laçi është skuadra dhe Pogradeci madje janë 2 skuadrat që nuk pësuan asnjë fitore, nuk pësuan asnjë humbje në fazën e dytë, dhe Skënderbeu mori 2 humbje në këtë fazë, 2 barazime dhe 7 fitore. Ajo që ka këmbgulur Skënderbeu është një ruajtja e organikës së futbollistëve, çka e ka ndihmuar që skuadra të jetë në harmoni për kthesat e rezultateve, sepse i ka qelluar shpesh të përmbysë rezultatet, dhe kjo tregon një karakter të fortë, madje shumë të fortë, sepse duke qenë se ka patur gjithnjë pozitë kryesuese, këtë pozitë ka mishëruar me një, do të thoja, vitalitet sportiv për t'u admiruar. Kjo edhe në drejtim, sepse Ernest Gjoka është një trajner me shumë përvojë, por edhe në vetë mentalitetin që kanë futbollistët. Madje edhe pse u ngushtua diferenca tani në fund të fazës dytë, Skënderbeu mendoj është i tillë që nuk do t'i lëkundi as pak pozitat edhe në fazën e tretë. Sepse ja del t'i fitojnë ndeshjet si brenda, ashtu edhe jashtë.
Fatmir, çështja e titullit kampion ose dy ekipeve që të ty do të varet sipas këtë vështrimit tuaj nga 3 ekipet e para, domethënë nga përballjet e drejt për drejtat të tyre, apo do të jenë këto ekipet e tjera që do të jenë faktor përcaktues? Pasi nuk mund të themi që kemi ekipe të dobta sot. Unë mendoj se me përjashtim të treshës parë, Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci, skuadrat e tjera këtë garën për 2 vendet e para. Okej, ka numër. Jo, pyetja ime ishte këtu do të jetë këto dy, domethënë në përballjet që do të ketë direkte, do të vendoset apo do të vendoset kush do të gabojë më pak me këto ekipet e tjera? Kam një përshtypje të tillë që Skënderbeu ka rival vetëm Skënderbeun. Ekipet e tjera mendoj se nuk i ka rival. E rëndësishme është të mos gaboj me Laçin dhe me Pogradecin, sepse me Pogradecin në fazën e dytë e ka psuar një humbje dhe në fazën e tretë nëse do të gabonte me të dyja këto skuadra, Skënderbeu i bën një pikpyetje të madhe, madje jo vetëm mos daljes kampion, por vihet në pozitë vështire dhe për të ruajtur vendin e dytë, nëse gabon me Laçin dhe me Pogradecin. Okej, Fatmir, do qëndroj pak tek fundi tabelës. Shoh një rritje, e kemi diskutuar edhe në studio, të Kuksit dhe të Luftëtarit. Mos po rrezikon tani edhe Besa? Jo, Besa nuk rrezikon as pak. Kjo është një bindje me sportivitetin që tregon skuadra. Besa buan nga një smundje tjetër, nga smundja e neglizhencës ndaj kundërshtarëve modest, siç kanë qenë në këtë sezon Kuksi dhe Luftëtari. Ndaj dhe Besa ndodhet në pozita të tilla, jo thjesht sepse kanë merituar më shumë kundërshtarët ndaj saj në fushë, por sepse i kanë nënvlerësuar, madje në raste ekstreme do të quaja humbjen me Kuksi në Kukës dhe lënien e një barazimi me Luftëtarin. Fatmir, të falenderoj shumë për opinionin që dhe natyrisht statistika dhe do të jemi javë pas jave së bashku për të diskutuar se çfarë do ndodh. E natyrisht na presin enigma, themi shpesh, asgjë nuk është e parashikuar dhe pikërisht prandaj gara është e bukur apo jo? Po e mbyll me një detaj, nëse sezonin e shkuar ju premtova që po të shpëtonte Skënderbeu edhe në këmbë do të vija në Korçë, tani premtoj që dilni kampion që të vi dhe të jem pjesë e festës tuaj. Fatmir, jo më kam, do vim të marrim ne. Aq më mirë akoma. Jo, megjithëse ti je djalë i ri, se ke problem fare, edhe vjen në Korçë edhe më kam. Ti dhe Xhambazi nuk e njihni të rinj. I në zemër, po vitet ikin dhe sa për djenin tuaj, unë në mbyllje të këtij viti kaloj në një mandat tjetër që quhet mandati i një pensionisti. Ja, s'ka mandat pensionisti, mandatet e u, duka mori të shtatin e u, sa do kesh mandatet i rrugës. Ju falenderoj. Në sportot breton janë të përjetshëm njerëzit thotë, kështu që edhe ti mos e thua atë gjë. Mirë, Fatmir Ficat. Uroj të kemi mirë dhe shumë mirë ikonën tonë të futbollit korçar dhe shqiptar, Xhambazin, që është vërtet një vlerë shumë e madhe e futbollit. Shko, po ta shikosh, ja shikoj nga ajo në studio nuk e dallon dot nga dimët. I japin energji, djatëri dhe ndaj vendose gjithmonë përballë tyre. Faleminderit Fatmir Ficat, falenderoj për zemërsisht kishim Fatmir Ficat në linjë të drejt për drejt. Atëherë e lam pak tek Pogradeci. Po, përsa i përket Pogradecit, problematika e vetme që kam vënë në këtë javë është mosgjetja e një formacioni stabil. Pra po të bëjmë një analizë të ndeshjeve të fundit. Jo se dhe Skënderbeu ka në informacion nuk shumë stabil. Jo, se Skënderbeu ndonjëherë ka të kushtëzuar për shkak të mungesa, ndërkohë që Pogradeci për shkak edhe të ndoshta alternativave dhe trajneri Çela e ka të vështirë që të vendosë për pjesën e titullarëve, po besoj se për një ekip pretendent kjo është mjaft e rëndësishme që ta ketë në atë mendjen e tij trajneri kush është 11-ja bazë, pastaj natyrisht në bazë të paraqitje mund të ketë edhe po mos ndoshta ishte edhe pak vështirësia sepse ishin shumë futbollistë të qertë tani në merkaton e janarit dhe trajneri e ka disi të vështira apo profesor. Alli është vështirësinë ka nga Luksi apo nga Alli? Në rast të caktuar Skënderbeu ka nga Alli se ka mu dëmtime o kartona, po Pogradeci ka nga Luksi. Unë nuk e di, janë të më thotë... Menaxhimi, pra të thashëm, menaxhimi ishte pika kryesore e Pogradecit sepse financat nuk mungonin, pra ishte çdo gjë në vendin e dur nga presidenca, por njerëzit nën presidencë kam gabuar që në start të kampionatit dhe pastaj vazhdojnë gabimet të radhë. Mos ja shtiem gjithmonë njerëzve nën presidentin. Nën president. Po pra nën presidentin, mund të themi edhe diçka tjetër, dofta nuk e di, por për shembull nuk di se presidenti marrin vesh edhe kaq shumë nga futbolli për të ndërtuar ekip, për të thënë ky lojtar bën, ky lojtar nuk bën. Shiko, presidenti s'merr vesh.
e zemse në rastin shumicën e rasteve. Po stafi tënd, po shteje duhet i gjithë i përgatitur se po vetes Okej, tani është çështje stafi? E Tirana nga stafi, jo presidenti. Është faj i stafit. Bëri pagesat, urdhroni lekët, po flas du shqiptar çfarë. Po pra, dhe vazhdo punën. Tash këta këtu poshtë presidentit në piramidë, këta gabojnë, këta gabuan me lojtar, këta gabuan me menaxhim, këta gabuan e njëjta gjë siç ndodhi Tiranës. Nuk kishte profesionist në bord. Dhe këta nuk domethënë mund të kishin profesionist, po profesionist. Po varet sa dëgjoj zëri tyre. Jo, të cilët menduan për veten e tyre, se mos i hym më tek këtij muhabeti tani. Mund të theksojmë Romi edhe pjesën për sa i përket lojtarëve të afruar, pas një Abaza i cili po jep atë stabilitetin e munguar repartit të mbrojtje, ndërkohë që një problem në ndeshjen e fundit ishte dëmtimi i Dragoshit në pjesën e parë, dhe kjo besoj se do t'jetë një nga ato dhimbjet e kokës për trajnerin Çela në javët në vazhdim, pasi ishte një lojtar i cili kishte fituar të vendin e titullarit dhe ofronte një lloj stabiliteti në krahun e majtë të mbrojtjes, por gjithsesi edhe për Pogradecin ngelet faza e tretë ai Chelsea për të tentuar për të hyrë nga dera e parë e superiores. Pra, ju mendoni se edhe Pogradeci është potencial për të hyrë? Patjetër. Pavarësisht se ka diferencë pikësh? Edhe në play-off, sepse po në zemse në rastin më të keq që do ka play-offin. Edhe Pogradeci është shumë kocke fortë dhe do jetë më fortë se sa që ishte vitin e kaluar përballë Tiranës. Unë Pogradeci dy gjëra. Pjesa e portierit, pavarësisht se priti 11 metërshin me Burelin Çalon. Dhe këtë javë. Ideja është që ka pësuar gola dhe që vitin e kaluar dhe në atë ndeshjen e famshme në play-offit me Tiranën dhe këtë sezon një nga kritikat e vetme të për pjesën e merkatos, duke qenë se investimet s'kan munguar. Për mendimin tim duhet se gjithë një portier më cilësor që i ofronte më shumë siguri skuadrës. Jo, më pëlqen fakti që Pogradeci nuk ka hequr dorë, thotë, ne jemi atje për të luftuar. Absolutisht jo. Domethënë po pra nuk po mendon, domethënë që të hyjë në Superligë nëpërmjet asaj rrugës së gjatë që ne themi, sepse nuk e di kush do të vijë, nuk e di kush mund të jetë nga Superliga. Kush do të jetë Pogradeci, po të them një ekip që do të japë shumë probleme. Flamurtari, Vora, Bylis. Kushdo, afër janë ato me pikë, kushdo mund të jetë nga ato, por për mendimin tim e di si do ndahet kjo natë, Pogradeci do doj ta çojë në dy ndeshjet e fundit. Renditjen që ta luajë dy ndeshjet e fundit që të varet nga kam të veta. Skënderbeu nuk duhet ta lërë për dy ndeshjet e fundit. Diferenca midis të dyja skuadrave, për mendimin tim kjo duhet jetë. Skënderbeu duhet bëj detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë që ato ndeshjet e fundit të mos rrezikoj, sepse me dy rival direkt edhe mund t'i humbësh të dyja ndeshje, siç mund t'i fitosh të dyja, po dhe mund t'i humbësh të dyja. Dhe janë 6 pikë në lojë. Dhe janë 6 pikë dhe mund ta humbësh fare kollaj. Dhe Pogradeci do doj me çdo kush që t'i afrohet Laçit që deri në atë javën e fundit ta ketë në lojë. Profesor, e bukur kjo se ka skenarë, mos harrojmë edhe Aleanca atë se po i bëjmë analizën e gjithë gjëjë. Ne jemi këtu në një ujë të pastër. Po prandaj kur i nisëm detyrat e shtëpisë, nisëm me ndeshjet brenda shtëpisë. Pastaj pjesën tjetër të marrim këto që kemi në dorë, tjetrën pastaj ku të kapim. Okej. Atëherë le të kalojmë, po. Futbolli nuk ka një gjë. Edhe bëmë rregulluar. Nuk është eksakte. Të dalin probleme çdo javë. Një smur, një me grip, një me kartona, një terreni, një gjyqtari, një të vjen, një pasaport, kur e shikon veten me 12 lojtar. Unë e përmendëm edhe më sipër. Pogradeci. Jo. Janë pjesë e lojës. Janë pjesë të lojës. Janë pjesë e lojës. Janë pjesë e realitetit, thotë profesori. Kështu që kartoni të verdh ose të kuqe me radhë. Le të themi, kurse Pogradeci ka dhe një farë eksperiencë nga viti kaluar, sepse ai bëri play-offin. Dhe di atë realitetit se si është me radhë. Ai nuk do të shkëputet nga vendi i tretë dhe do të ndjekë vazhdimisht të dy ekipet duke ushtruar presion. Shko, presioni është mbi Pogradecin apo mbi Skënderbeun dhe Laçin? Mbi Skënderbeun dhe Laçin. Ata janë në krye gjithmonë e kanë presionin. Ata vendin e tretë e kanë. E vërtetë, unë pajtoj. Do të duke qenë se është presioni mbi këto dy ekipet, duhet të bëj llogaritë të mirë, si Skënderbeu ashtu edhe Laçi. Okej. Po kalojmë tek lojnat dhe pikërisht tek voleybolli i febrave. Regjia na mundson kronikën për të mësuar çfarë ka ndodhur në përballjen ndërmjet Skënderbeut dhe Tiranës dhe rikthehemi në studio. Skuadra e Skënderbeut në volejboll për femra është mundur këtë të shtunë nga Tirana me rezultatin 1-3.
në një takim ku gara ishte e fortë, sidomos në 2 setet e para. Ndeshja përfundoi me setet 25-27, 20-25, 25-17 dhe 12-25. Takimi nisi me ritëm të lartë dhe duel pik pas pike. Korçarët zhvilluan një lojë të mirë në sulm dhe patën momente e përsie, por në fund Tirana u tregua më e qetë dhe më sakt, duke fituar setin e parë me diferencë të ngushtë, 25-27. Edhe seti i dytë u karakterizua nga intensiteti i lartë, megjithatë skuadra kryeqytetase krijoi shkëputje në mes të setit dhe arriti të ruaj avantazhin deri në fund. Gabimet në pikët vendimtare i kushtuan Skënderbeut, që e mbylli këtë pjesë 20-25. Reagimi i vendasve erdhi në setin e tretë, ku Skënderbeu dominoi me organizim më të mirë në mbrojtje dhe efikasitet në sulm. Diferenca u krijua shpejt dhe seti u fitua 25-17, duke rikthyer shpresat për përmbysje. Megjithatë, në setin e katërt, Tirana mori kontrollin që në start, duke ndërtuar një avantazh të thellë. Skënderbeu nuk arriti të reagojë dhe seti u mbyll 12-25, duke vullosur fitoren 3-1 për ekipin mik. Pavarësisht këtij rezultati, skuadra korçare mbetet në garë për një vend në fazën finale të kampionatit, ku rivaliteti për titull pritet të jetë i fortë mes Tiranës, Pogradecit dhe Dinamos. Profesor, një rjetë në mes, kushte komode, qetësi, pastërti, bukuri, dritë. Dhe tifozeri. Dhe tifozeri, dakord, po, imagjino këta të futbollit, po. Këta të futbollit. Shko, se volejbolli ka një gjë, ke një rjetë, je ndarë nga kundërshtari në futboll, e ke ati kundërshtari. Se po dheshim për pjesën e Ilirisë, pak më përpara. Mos sa këtë në futbollit tani. Jo, që s'kishin fusha, kemi trene, stadiumin e 2 fusha të tjera. Ajtë merin i shfrytëzojni, çfarë ti themi? Vetëm mos luani në aty në baltë, meqense hapet muhabet në fushë. Po çfarë të themi, jo, kushtet janë shumë të mira. Pamje të bukura, rivalitet, cilësi. Që nga veshjet, nga prezantimi, nga tifozlekët, do me thënë shikojmë që ka ndryshim shumë. Por, mendoj që akoma ekipi i volejbollit, jo vetëm i Yni, do me thënë në përgjithësi në Shqipëri, tani ka filluar të ecë, sidomos të 2 vitet e fundit. Uroj që gjithmonë të punohet më shumë, të jepet më shumë, sepse lojnat me dorë janë ato promotore që aktivizojnë dhe të nxisin, do me thënë që të vesh të shikosh sportet. Jo, shikoj të kjo, profesor, do një ndeshje futbolli nuk shikoj, po ndeshje volejbolli në pallat s'le asnjë Kam vajtur më shumë, kam vajtur. Jo, do me thënë, akoma nuk kemi arritur në atë fazë që të themi të vejmë dhe të shikojnë me radhë. Atëre kalojmë tek realiteti, pavarësisht Skënderbeu nuk arriti dot të fitonte ndaj Tiranës, por që gjithsesi një Skënderbeu me ato problematikën e vet që ka patur gjatë sezonit të kaluar, është atje, në 4, që tashmë mund të themi siguruar dhe lufton, pse jo për një vend të tretë ose vend të dytë. Do ta nis pak nga një fjalë e profesorit që tha tani po vëmë në pallat dhe shikojmë tha një nivel të lartë të volejbollit. Domethënë përsëri është Skënderbeu që ngre stekën e volejbollit. Arritëm neve, sa u filluam të bënim ekip në volejboll, ope dhe ekipet e tjera na erdhën, morëm na erdhën përsëri, ashtu siç ndodhi në futboll. Sa ngritëm ne nivelin dhe prap ne tani jemi në këtë nivel që ne kemi ngritur strukturën. Kjo është shërbet cilësisë dhe kjo është pozitive. Sa më shumë rivalitet të ketë, aq më mirë është. Më shumë, domethënë si të thotë superioritet kur fillon ngrihemi ne ju dukemi. Atëre si shikon këtë ekip? Unë shkoj këtë ekip, siç e kemi parashikuar që në fillim, do ta mbyll në vendin e 4, shpresoj që në ndeshjet e play-offit të bëhet diferenca dhe shpresoj që të shkojmë dhe në finale, pastaj po shkojmë në finale. Nuk i dihet pastaj. Jo mos edhe me kohën kur kishim atë super investim atë deri në finale me të dytë vini. Ne na mundi Partizani. Vini me të dytë dhe pastaj. Shkuam edhe në Tiranë atë ndeshje. Okej. Tani do të kalojmë tek meshkujt. Çfarë ka ndodhur tek volejbolli i meshkujve? Kronika në vazhdim, na jep detaje më shumë. Skënderbeu në volejboll për meshkuj arriti një fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Tiranës me rezultatin e pastër 3-0 në një ndeshje të luftuar fort në çdo set. Edhe pse shifrat tregojnë dominim të korçarëve, loja në parket ishte e balancuar dhe u vendos vetëm në momentet vendimtare. Skuadra e drejtuar nga trajneri Arben Prifti rikonfirmoi objektivat ambicioze të sezonit,
duke shfaqur qetësi, përshëndrim dhe cilësi në pikët kyçe, që në setin e parë rivaliteti ishte i fortë, me Tiranën që barazonte disa herë rezultatin, por vendasit u treguan më efikas në sulm dhe më të sigurt në blok duke fituar 25-22. Seti i dytë ishte edhe më i fortë me avantazh që kalonte nga njëra skuadër te tjetra. Tirana e çoi lojën në pikë shtesë, por Skënderbeu ruajti gjakftotësinë dhe përfitoi nga gabimet e kundërshtarit për ta mbyllur 26-24. Në setin e tretë, korçarët hynë më të vendosur dhe krijuan një diferencë të lehtë në mes të lojës. Megjithëse Tirana tentoi të rikthehej, vendasit e menaxhuan mirë përsin dhe mbyllën setin 25-20, duke vullosur fitoren 3-0. Me këtë triumf, Skënderbeu konfirmoi se mbetet një nga skuadrat pretendente për titull, ndërsa Tirana, pavarësisht humbjes, tregoi nivel dhe rivalitet të lartë në të 3 setet e takimit. Rikthehemi në studio, natyrisht diskutimi vazhdonte në pikërisht për atë çka pamit, çka po shikonim dhe po kaloj tek Yldi. Duket sikur Skënderbeu në voleyboll meshkuj po vazhdon të jetë në atë ritëm për t'i dhënë tonin voleybollit shqiptar, natyrisht për të qenë në sezonin e kaluar ai pretendenti me Partizanin gjatë gjithë kohës, dhe duket se tani është përsëri, është ai Skënderbeu që vë kandidaturën. Po, pozitiv është fakti që ky Skënderbeu në voleybollin e meshkuj nga sezoni në sezon po tregon rritje dhe duket se edhe ajo eksperjenca që kanë krijuar nga vitet paraardhshme po kthehet në një forcë dhe këtë po e tregon edhe në lojrat e fundit dhe besoj se e ka të gjitha të potencialin për të synuar pse jo për objektiva madhore dhe besoj se në ndeshjet e fundit e kanë treguar që është ndërtuar një ekip me mjaft dëshirë dhe me potencial për të qenë dhe pse jo për t'i dhënë atë lavdinë e munguar Skënderbeut në voleybollin e meshkuj. Predan? Unë do të bëja një farë krahasimi. Skënderbeu në krahasim me sezonin e kaluar si vit ka më shumë luatje këtë sezon sportiv, megjithëse për momentin tashmë me fitore sidomos të fundit me Tiranën e stabilizoi veten në zonën kaçe dhe nuk është shumë larg vllaznia e vendit të dytë, është shumë pak pikë që mund ta kap, se duhet të thënë që sezoni e kaluar Skënderbeu ishte numri 2 pa diskutuar në kampionat, ishte dyshe shkëputur me Partizanin dhe në fund ato dyja dolën dhe në finale të kampionatit, pavarësisht se Partizani për arsye cilësisht dhe investimi më të madh dhe lojtarësh më të mirë dhe e fitoi. Edhe si vjet duket se do të vazhdojë njëjta melodi, por të krahasoj pak me tek meshkujt fituan si gjysmëfinalen e kupës, edhe ndeshjen e kampionatit ishin të dy ndeshje me Tiranën, si për meshkujt dhe tek femrat. Dhe meshkujt duket se janë drejt finales së kupës, e i shikoj paksa më superior dhe kanë më shumë eksperiencë, kurse tek vajzat nuk ka një skuadër dominuese absolute si Partizani tek meshkujt, pasi po Gradeci edhe Dinamo siç e nisën, po nuk janë në ato nivele. Po mos u kalo tek fermat, tek meshkujt. Jo, po që thjesht të bëj krahasimin të dyjave. Skënderbeu i meshkujve ka një skuadër absolute që e ka të vështirë ta kalojë si Partizani, kurse Skënderbeu i femrave nuk ka nivelin e cilësisë të Skënderbeut të meshkujve, por nuk ka asnjë skuadër absolute siç është Partizani i meshkujve këtej nga fermat, pasi as po Gradeci as këto nuk janë të gjitha në lojë. Janë në lojë, por më shumë shanse teorikisht do kishte Skënderbeu i femrave pavarësisht se është skuadër më e dobët, pasi e shikoj shumë të vështirë për Skënderbeun e meshkujve me Partizanin. Të paktën nëse Partizani nuk bën ndonjë vetvrasje në play-off, nuk e shikoj. Ka shumë nivel më të. Kam Gjergj Vyshkën në këtë moment në linjë të drejt për drejt. Gjergj, mirëmbrëma. Përshëndetje Romi, përshëndetje edhe të ftuarve që keni në studio. E di që je zë shumë me Olimpiadën, ke shumë punë, por që gjithsesi nuk të shpëtojnë lojnat pasi është dashuria jote e vjetër voleybollit. Më bëj. Faktikisht të them të drejtën, kemi qenë nga data 5 shkurt që jemi impenjuar me lojrat olimpike dimrore, sepse garat kolektive që po i themi kështu në termin e sporteve verore, curling edhe hokej mbi akull, i ka nisur ndeshjet e tyre që në datën e 5 pa nisur ceremonia e hapjes së lojrave olimpike. Janë 16 disiplina që në një farë mënyrë kërkojnë një tjetër impenjim, sepse janë sporte që jo vetëm për mua si gazetar, por për kolegët e mi, por edhe për pjesën më dëmuese të sportazhëve shqiptar, nuk janë fort të njohura. Nuk janë ato sportet verore që ne e kemi më të lehtë t'i komentojmë. Okej, ja kjo është vështirësia, e natyrisht ju e përballoni më së miri. Por të kalojmë pak tek voleybolli femrave. Kemi 4 ekipe në garë me sa duket. Do të jetë po Gradeci,
Dinamo, Skënderbeu, ekipet që do të vazhdoj dhe Tirana, ekipe që do të... Tirana që është kampion në fuqi dhe fituese Kupës Fuqit. Sa shpejt e the këta, mos si tifozi Tiranës më fituese, me titullin kampion, sa shpejt e the... Nuk është se jam unë tifozi, por më bëri përshtypje fakti që Skënderbeu fitoi gjysmëfinalen e parë të Kupës Shqipërisë me set final 3-2 dhe kur erdhi puna në ndeshjen e kampionatit fitoi Tirana 3-1. Çka do thotë kjo? Po në një farë mënyrë tregon paqëndrueshmërinë e të dy ekipeve të si të Skënderbeut ashtu edhe të Tiranës. Kë shikoni si pretendent vyshkë në këto të paktën deri në këto momente nga këto 4 ekipe? Shiko, ndoshta e nisur edhe nga ajo fitore në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë me Dinamon në fark 3-0 shoh, po Gradecin një hap më përpara se të tjerët. Ka ende garë, besoj që do të jemi përsëri tek katërshja, po Gradeci, Dinamo, Skënderbeu dhe Tirana. Kalojmë pak tek voleybolli meshkujve. Tek voleybolli meshkujve, Partizani që vazhdon të kryesoj bindshëm në kampionat, shoh një Skënderbeu, siç e thanë edhe të ftuarit që kemi në studio më të qëndrueshëm dhe më solid në kuptimin e mirë të fjalës që fitoi 3-0 3-1 në gjysmëfinalen e Kupës Shqipërisë dhe 3-0 në kampionat me Tiranën. Sigurisht që ka ende shumë garë përpara për të kapur vendin e dytë që e mban Vllaznia, por besoj dhe jam i bindur që edhe në finalen e Kupës Shqipërisë, edhe për finale e titullit kampion, ashtu sikurse në Kupën e Federatës Shqiptare të Voleybollit do të kemi çiftin Partizani Skënderbeu. Faleminderit Vyshk për gjithë opinionin që na dhe. Të uroj punë të mbarë në gjitha transmetimet e... Faleminderit. Kishim Gjergj Vyshkë, gazetarin e RTS Sport, pikërisht në këto momente. Profesor, lojrat olimpike tha Vyshka, po që pak njihen, duke sikur ky futbolli na trej shumë apo janë bërë këto sportet e tjera në televizion, sidomos futbolli, domethënë që ndiqet masivisht edhe këto janë si të haruara në thojza. Megjithatë, shikohen, jo se nuk shikohen. Sidomos këto garat e femrave të meshkujve, slallonet, këto garat janë garat e bukura vërtet. Dhe kur je para televizionit i jap edhe i shikon. Po është puna që janë shumë ndeshje cilësore nga 4 anë, domethënë sidomos ndeshjet angleze, edhe kështu edhe një ndeshje të shikon diçka tjetër. Okej. Kalojmë pak tek kategoria e dytë. Hilli, çfarë ka ndodhur me kategorinë e dytë javë? Për sa i përket kategorisë së dytë, dy ekipet e Juglindjes luanin në shtëpi, Maliqi triumfoi ndaj Shkumbinit me rezultatin 2-1, ndërkohë që Devolli pësoi një humbje të rëndë në shtëpi ndaj Partizanit B me shifrat 1-6. Për sa i përket Maliqit, ishte një ndeshje me përmbysje, e cila u vendos në frymën e fundit nga një penallti e kthyer në gol nga mbrojtësi Lipo, ndërkohë që Devolli asja të forcën e madhe të Partizanit, i cili është dhe pretendenti i këtij sezoni në grupin B të kategorisë së dytë, dhe kjo gjë duke se u pasqyrua edhe në fushën e blet për sa i përket diferencave mes këtyre dy skuadrave. Ndërkohë që për Maliqin pati një ndeshje shumë të luftuar, madje minutat e fundit u shoqëruan edhe me tension për shkak se klubi Shkumbinit pretendonte për pjesën e minutazhit, nuk ishte dakord me minutazhin, ndërkohë që penalltia besoj se qëndronte, ishte një penallti sade e kthyer në gol, por pati 2-3 minuta të reqe nga ekipi i Shkumbinit, ndaj edhe u vonua pjesa e ekzekutimit të penalltisë, por besoj se për Maliqin kjo vjen si një fitore qetësie që e largon disi nga ajo zona e ftohtë që po kthehet në një luftë të vërtet mes shumë skuadra, dhe tashmë duket se kanë gjitur për momentin në atë vendin e 5, por gjithsesi duket se gara do të vazhdojë të jetë akoma dhe më fort për shkak të diferencës së ngushtë me skuadrat. Vetëm 3 pika nga diferencë me njëra tjetrën ose janë në pikë të barabarta?
Po, edhe për festimin, duket se ki zgjedhur një mënyrë të veçantë. Profesor, Maliqit e volli në garë, por duket se pasin këto vështirësitë me Partizanin, me Pylisin, ekipe, do me thënë që kanë edhe ekipe. Janë ngritur më mirë këto ekipet. Partizani B, ashtu si që diskutuat edhe ju, edhe para emisionit. Jo për justifikime, do me thënë, po them që... Ka nivel më kjo kategori, ka nivel, po thënë. Lema qa nivel, Ska. Nuk ka ndërtuar asgjë dhe volli, kaq. Është keqardhje, për mua njërë është për shumë për të ardhur keq. Funksionon asgjë, as në fush, as jashtë, asgjë, nuk e di kam çfarë them. Domethënë ata të shkojë deri atë pikë, sa të pretendosh për të ngjitur deri tani të biesh nga kategoria, më fal profesor se do të bëj fjalë. Tash nuk e di me çfarë të them, nuk kam as edhe një shpresë tani, koca ti bëjnë këto 5 ndeshje sa kanë ngelur edhe të mbaroj kategoria e dytë se aty në Bilisht është një situatë që një gjë të vetme që kanë ata njerëz që të kënaqen e të gëzohen, ajo gjë po shkatrohet kështu kryqe tërthor. Se në fillim të kampionatit gjithmonë dëgjojmë që të bëjmë mbledhje, u morën këta lojtarë, pretendimet janë të imë... Shko, profesor, mund të kemi disa minuta për të diskutuar. Është një ekip që të pakën për momentin ka 6 lojtarë që pretendojnë për të luajtur tek Skënderbeu dhe shprejnë hapur atë dëshirën e tyre, madje ka dhe keqardhje, thonë pse si jemi pjesë e Skënderbeut. Dhe rrezoj atë që thotë Petrika. Janë më lojtarët? Le të shprejnë aftësitë e tyre, kush i pengon? Askush nuk i pengon. Ata 6 që do të luajnë me Skënderbeu. Rami, dikush është pasqyra. Kush pretendon të luajë? Nga këta? Po, ke Kaplanin, Hasan, Pecanin, Sulmusi Beçka, që i kemi quajtur talente të futbollit. Beçka t'jesh me... Po, janë lojtarë. Tani, këta duan pak kohën e tyre, sepse një javë kanë që kanë qenë pranë ekipit, më kupton? Është interesant, Robi, në këto raste... Dhe unë i quaj pozitiv këtë fakt që këta... Mirë që kalojnë, po mobilizimi nuk është ai mobilizimi dur, do me vete dhe mendon që unë me që se jam lojtari Skënderbeut, po mirë pra, jam superior dhe është shumë e vështirë nga njerë, është ka që e vështirë sa... Pra duhet që vetë futbolistët pretendojnë? Po su mobilizuan unë jam dakord me atë. Mobilizimi është, sepse unë nuk besoj që klubi i vollit domethënë nuk ka pasur dëshirën financimin dhe vullnetin qoftë nga drejtuesit, qoftë nga stafi drejtues për t'i marrë më të mirën këtij grupi. Dhe unë kam përshtypjen domethënë një pjesë e futbollistëve për mendje madhësi pak atë që thua ti këta që duket vetja që luajnë tek Skënderbeu, kanë qenë tek Skënderbeu, e kemi parë dhe tek Skënderbeu dhe pasqyra më mirë është fusha, nuk jam as unë as ti që komentojmë, sa do opinion t'jap edhe profesori si specialist që natyrisht është më i fushës se ne. Ne mund të themi çfarë duam, si për mirë si për keq. Në fund është fusha ajo që jep verdiktin. Nëse fusha ta ka dhënë verdiktin që ti nuk je për këtë nivel ose nuk je për këtë, harroje ti se çfarë mund të themi ne se jeti për ata, apo se çfarë mendon ti dhe si duket vetja ati që mund të jetë për këto nivele. Nëse nuk tregojnë këtu, këta duhet të jenë shumë modest, me kokën ulur të tregojnë, shiko, ne humbëm atë shans, po, atë që thon ata që ne mendojmë, mund ta rifitojmë, po si rifitohet? Duke luajtur në këtë lloj mënyre dhe duke luajtur me këtë lloj mentaliteti, absolutisht që jo. Duhet të jenë shumë modest, shumë e këmbë në tokë. Po patjetër, po, sepse kategoria ato thon, mobilizimi sa ajo e përletë të luash me një ekip të superiores, çdo lojtar duhet të tregojë atë motivimin, atë grintë. Po tashmë rallë shikon. Dhe kjo po i mungon skuadrës. Edhe në ndeshjet e Partizani për çfarë kanë përbërje? Nëse ka 3 lojtarë të Partizanit, pisa ti të 19 vjeçar. Janë ish Partizani U21-shët, të gjithë ka kaluar këtë. Po janë 21 vjet. Po pra, 21. Jo, dhe mosha e këtyre dhe këta. Po pra, moshatarë edhe këta 18-19 vjeçar dhe më thënë si ata janë, kështu që pretendimet që kanë Romi, dëshira për të luajtur me radhë, nuk sakrifikojnë. Nuk përputhet. Duhet të sakrifikohet. Ekipi Partizanit është një ekip i ngritur, një ekip që ka pretendime dhe ata lojtarë kanë pretendime për të vajtur më sipër dhe luajnë me dëshirë. Më shumë luajnë me dëshirë për të qenë tek Partizani i parë ose për të qenë në ndonjë ekip tjetër të Superligës ose të kategorisë së parë. Personale më çdo sportist. Po çdo sportist duhet ta ketë personale. Okej, kemi arritur kështu tek minutat e fundit të emisionit, kemi diskutuar gjithësisht me gjithë problematikën e kësaj jave. Natyrisht do të jetë interesante ajo çka do të ndodhë në javën që vjen.
Petrika, të faleminderit. Faleminderit ju. Profesor, faleminderit. Faleminderit. Sot jemi përsëri së bashku për të diskutuar, por që gjithsesi javë pas jave ne do të nxjerrim argumentat tona dhe mendoj se i shërbejmë sadopak edhe opinionit për të para se ta mbyllim Romi, më lejo që se ke këto surpriza, më thuaj një. Përgëzime portierit të Skënderbeu tu 19 që shënoi një gol nga porta në port, pasi nuk ndodh shpesh që një portier të shënojë. Javën e kaluar bëri ai i Pogradecit nga porta në port. Jo, aty e shtiu Greca, kurse këtu ishte gol Safi, ku që e portieri? Ai portieri tjetër? Pideuj? Jo, mirë, ishte gol i Grecës, ndërkohë që ky besoj ju. Po ka që portieri? Nga ishte? Nga moti ndoshta nga klima, po. Utrem. Mendoni për ndonjë videoloj, për ndonjë gjë se këta mosha që luajnë. Ildi faleminderit. Brenda, faleminderit Rominat. Një falënderim i veçantë shkon si gjithnjë në fund të këtij emisioni për kameramanët dhe teknikët që punuan me mua në studio mbi të gjitha lidhjet dhe atë çka pasqyruan në ekranin e RTS Korçës në emisionin tonë Sport. Por natyrisht miq, unë ju ftoj që të jemi përsëri së bashku të hënën e ardhshme në orën 20:30 nga Romeo Zinzifi. Natën e mirë dhe mirupafshim.